themelimin e qeverisë. Sa I përket diskutimeve që janë bë në media rreth një telefonate, nuk e di a ka ndodhur, por sido që tjetë, unë personalisht kam një vlerësim dhe respekt për familjen Ngeci. Në radhë parë për Bacen Lil, që është vllau me moshën më të madhe në atë familje, por sido që tjetë një mesazh miqësor për zotin Ngeci, komunikimet që ndodhen edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politikë, nuk është pjekuri politike që gjitha të shfaqen në opinion dhe në media. Ta zomë që unë për ju të regoj kuptimin, jo mund edhe me pyet zotin Ngeci, a I ka dërgu dikuj nga koalicioni lëvizjave të vendosje, Guxha dhe Alternativa në një SMS, ku e ka shpreh do të thotë simpatinë dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet të bashkë. Shkove të fundit apo më herët? Ja, pas procesit zgjedhor, por megjithatë vetëm me I tregu që nuk dilet publik kur pranon një SMS ose një thirrje telefonike, e unë që publikisht me që se deri sot nuk e kom bërë gjithë deputetët opozitës, ju bëj thirrje edhe një herë me mirësi që t'i kontribuojnë themelimit të institucionit edhe votimit të kandidatës tonë për kryetare. Po kushtojnë edhe ata deputetët e tjerë kundër